Kapitulli 17. Pas 6 ditësh, Jezu i mori me vete Pietrin, Jakobin dhe vllain e tij Gjonin, e i çoi në një mal të lartë, në një vend të vetmuar. Atëherë ai u shndrua para tyre. Fytyra i shkëlqeu si dielli dhe rrobat i u bën të bardha si drita. Pastaj atyre i u shfaqën Mojsiu dhe Elia që po flisnin me Jezuin. Pietri i tha Jezuit: Zot, sa mirë që jemi këtu. Nëse dëshiron, do të ngre këtu 3 tenda, një për ty, një për Mojsiun dhe një për Elian. Ndërsa ai ishte ende duke folur, një re e shndërritshme i mbuloi me hijen e saj dhe një zë nga reja tha: Ky është biri im i dashur me të cilin jam i kënaqur. Dëgjojeni. Kur e dëgjuan këtë, dishepujt ranë me fytyrë përdhe dhe i zuri një frikë e madhe. Por Jezu u afrua, i preku dhe u tha: Ngrihuni e mos kini frikë. Kur ngritën syt, nuk pan askënd përveç Jezuit. Kur po zbrisnin nga mali, Jezu i urdhëroi: Mos i thoni askujt çfarë keni parë, derisa biri i njeriu të ngjallet prej të vdekurve. Atëherë, dishepujt e pyetën: Përse thon skribët se duhet vi më parë Elia? Jezu u përgjigj: Po, Elia po vjen, dhe ai do të vërë gjithçka në vendin e vet. Madje po ju them se Elia ka ardhur, por ata nuk e njohin dhe bën me të çfarë deshën. Kështu do të vuajë edhe biri i njeriut në duart e tyre. Atëherë dishepujt e kuptuan se po u fliste për Gjon Pagzorin. Kur arritën te turma, Jezuit i u afrua një njeri, i ra në gjunjë e i tha: Zot, ki mëshirë për djalin tim, sepse është epileptik dhe vuan shumë. Shpeshherë bie në zjarr dhe në ujë. U asolla dishepujve të tu, por ata nuk mundën ta shëronin. Jezu i tha: O breznie pa fe dhe e mbrapsht, edhe sa kohë do t'jeme ju? Deri kur do t'ju duroj? Sillmani këtu. Jezu e qortoi djallin. Atëherë djalli doli prej djaloshit dhe ai u shërua në çast. Pastaj dishepujt erdhën te Jezu dhe kur ishin vetëm i thanë: Përse ne nuk mundëm ta dëbonim? Ai u tha: Për shkak të besimit tuaj të pakët. Me të vërtet po ju them, se po të kishit besim sa një farë si napi, do t'i thoshit këtij mali lëviz çiktej, dhe ai do të lëvizte. Asgjë nuk do t'ishte e pamundur për ju. Kur ishin në Galile, Jezu u tha: Biri i njeriu do të dorëzohet në duart e njerëzve. Ata do ta vrasin, dhe ditën e tretë ai do të ngjallet. Atëherë dishepujt u pikëlluan shumë. Kur arritën në Kafarnaum, mbledhësit e tagrit të tempullit i u afruan Pietrit dhe i thanë: A e paguan tagrin mësuesi juaj? Ai u tha: E paguan. Sapo Pietri u kthye në shtëpi, Jezu i u drejtua i pari: Si mendon ti, Simon? Nga kush i marrin mbretërit e kësaj bote tagrat ose detyrimet? Nga bijtë e tyre apo nga të tjerët? Pietri u përgjigj: Nga të tjerët. Jezu i tha: Atëherë bijtë janë të lirë. Po për të mos i skandalizuar ata, shko te liçeni, hidh grepin dhe kap peshkun e parë që do të bjerë në të. Kur t'i hapësh gojën do të gjesh një monedhë. Merre e paguaj për mua e për vete.